Zekeriaja alayhi salatu wasalam bëri lutjet sinqerte tek Allahu azza wa jall, bëri kërkesë tek Allahu azza wa jall për ta furnizuar me fëmijë, dhe Allahu azza wa jall nuk ja kthen robit të tij duart thot kur robi e din se duhet ato duart t'i drejtoj tek Allahu, shumë nga njerëzit kanë këtë sprovë dhe këtë breng në jetën e tyre. Do thotë nuk kanë fëmijë, nuk kanë pasardhës dhe bredhin poshtë dhe lart, përdorin metoda të lejuara dhe të ndaluara vetëm që të arrijnë deri tek fëmia. Dhe shumë prej tyre e harrojnë që është një derë të cilën nëse e troket të gjitha ato të cilat ti ishe si pengesa, aty kanë zgjidhje ato pengesa dhe kanë mundësi të largimit. Ato të cilat ti ishe se janë mangësi tek ti apo tek çifti, ka një vend që ato mangësi dhe ato pengesa largohen dhe është dikush i cili ka mundësi që të furnizoj ty me pasardhës, edhe nëse ti i ke përdor të gjitha mjetet, të gjitha shkaqet, të gjitha metodat, por nuk ke pas sukses, është dikush i cili ka mundësi që të jep ty sukses edhe të furnizoj ty me fëmijë. Të mos e harrojmë, të mos e neglizhojmë, të mos mashtrojmë dhe të mendojmë se pasi që mjekësia ka jep fjalën e fundit, pasi që unë nuk jam i aftë, apo nuk është i aftë çifti që të bardh, apo shkaqet të tjera, mos t'i shkëpusim shpresat tek Allahu azza wa jall, dhe ta kujtojmë Zekerian alayhi salatu wassalam, i cili ishte edhe i shtyrë në moshë, edhe gruaja, bashkëshortja e tij ishte sterile. Allahu azza wa jall e përmirësoi bashkëshortën e tij. Allahu azza wa jall do thotë nuk e mori fare në konsiderat moshën dhe pleqërin e Zekerias alayhi salatu wassalam, por i furnizoi ata me fëmijë të hajrit, sepse sekreti është që Zekeriaja alayhi salatu wassalam bëri dua. Zekeriaja alayhi salatu wassalam bëri lutjet sinqerte tek Allahu azza wa jall, bëri kërkesë tek Allahu azza wa jall për ta furnizuar me fëmijë, dhe Allahu azza wa jall nuk ja kthen robit të tij duart thot kur robi e din se duhet ato duart t'i drejtoj tek Allahu, i drejton ashtu siç duhet tek Allahu azza wa jall duart e tij, dhe me zemër shpreson tek Allahu azza wa jall, Allahu subhanahu wa ta'ala e furnizon.